Refuzojmë kategorikisht negociatat e drejtpërdrejta me Izraelin dhe ata që janë në pushtet duhet ta dinë se veprimet e tyre nuk do t'i sjellin dobi as Libanit dhe as atyre vet. Kështu deklaroi lideri i grupit militant Hezbollah, Naim Kassem. Ai u bëri thirrje autoriteteve të tërhiqen nga mëkati i tyre më i rënd, që po e përfshin Libanin në një spirale paqëndrueshmërie. Ne do të vazhdojmë rezistencën tonë mbrojtëse për Libanin dhe popullin e tij, pavarësisht se sa shumë kërcënon armiku. Ne nuk do të tërhiqemi, nuk do të gjunjëzohemi dhe nuk do të mposhtemi, theksoi Kassem. Ndërsa përsëriti se Hezbollahu nuk do t'i dorëzoj armët siç kërkon Izraeli. Pas deklaratave të liderit të grupit të armatosur militant, presidenti libanez Youssef Aoun tha se negociatat e drejtpërdrejta me Izraelin kanë qëllim që të japin fund konfliktit të tij me Hezbollahun, ngjashëm me marrëveshjen e anëpushimit të vitit 1949, ndërsa siguroi se nuk do të pranoj asnjë marrëveshje poshtëruese për Libanin. Ata që na futën në luftë tani po na bëjnë përgjegjës sepse morën vendimin për të shkuar në negociata. Ajo që po bëjmë nuk është tradhti, përkundrazi. Tradhtia po kryhet nga ata që po e çojnë vendin e tyre në luftë për interesa të huaja, tha ai duke kritikuar kështu Hezbollahun. Por pavarësisht se një anëpushim trejavor është ende në fuqi mes dy vendeve, Izraeli njoftoi të hënën se sulmoi objektiva të grupit militant në rajonin Beka. Beiruti është përgatitur për negociatat të drejtpërdrejta me qëllim arritjen e një marrëveshje paqe me Izraelin, ndërsa dy vendet zyrtarisht janë në luftë që nga viti 1948.